Për zonën e Albano e Romina, e cila mbetet ndër më problematiket sa i përket përmbytjeve në qytet, disa muaj më parë u lançua një projekt që konsistonte në rehabilitimin e sistemit të kanalizimeve, si dhe kanaleve kulluese. Por deri më tani se çfarë është bërë me këtë projekt, askush nuk ka asnjë informacion. Por sa e përgatitur është ky zonë dhe i gjithë qyteti Vlorës për të përballuar rreshjet e shiut, të cilat sipas parashikimeve pritet sjellin edhe përmbytje në qytetin bregdetar. Qytetarët e Vlorës mendojnë se për përballimin e situatave emergjente asgjë nuk është bërë. Sipas tyre është neglizhuar seriozisht marrja e masave parandaluese. Rrjeti i kanalizimeve është i amortizuar e sipas vetë qytetarëve nuk mund të përballojë fluksin e lartë të rreshjeve të shiut. Ata vënë theksin edhe tek mos funksionimi i hidrovorëve, ndërsa thonë se zonën e Albano dhe Romina prej vitesh e mbajnë mend në të njëjtin gjendje. E pavarësisht kësaj, sipas tyre, situata krahasuar me shumë vite më parë është përmirësuar paksa. Shumë e përgatitur. Pa çfarë përgatitje ka Vlora, Vlora për një shi vogël bie mbytet. Kjo është lagje më shumë. Ja këtu rritet. Unë kam 5 pak. Jam e di që më vjen në lartë shiu, nuk më vjen. Do kohët, se do të kesh qizme që të kalosh. Do i zgjidhen kur të desëm neve, atë na i do i zgjidhen. Tani siç ka qenë gjithmonë në një përmirësim nuk ka patur në fakt. Kjo është edhe preket vit për vit. Po krahasim me disa vite më para si vit, se ka qenë më mirë. Ka mbajtur ujë, po edhe është tërhequr ujë brenda orës apo brenda 2 orësh në krahasim me vitet e tjera. Ka patur çik përmirësim. Ne na i ka qefi që të jepet zgjidhje sa më shpejt, por kjo varet në dorë të po masat e popullit që janë në rast përmbytje, ja. Populli ka ngel vetëm çizmet dhe asgjë tjetër. Se zvaret në dorën tonë. Po të punojnë të bëjnë hidrovorë në punë ato s'ka se përmbytje, po të merren masa para pak. S'është asnjëri i rrezikur. Ran gjithë ato shira tani asnjëri s'u përmbyt Vlora. Po patjetër. Po morën masa detyrimisht. S'ka dhe përmbytje. Çfarë masa do bëjnë? Unë jam pallat, çfarë masa do merr pallat. Po ka disa zona përmbyten, jo e gjithë Vlora. Mos e marr masat, pas mbytet më. Jo, pason kanalet vetëm ka i duhet. E punoi hidrovori. Përmbytja e fundit ku ka qenë është mbytur kjo zonë. Është mbytur. Tani inshallah zbiaq shiqet mos mbytet. Prap, patjetër se zotërisë një, mase do përmirësohet. Gjërat vinë përmirësim, besoj, nuk janë deri në një vend, po në një vend pastaj. Çfarë kuptimi ka? Por ka edhe nga ata qytetarë të cilët zgjedhin që problemin të argumentojnë duke përdorur ironin. Ata shprehen me ironi se nuk duhet të kemi më frikë, sepse çdo gjë do të shkojë vaj. Madje ata vënë theksin edhe tek ndotja që i bëhet nga vetë qytetarët rrjetit të kanalizimeve. Që kur ndodhi ajo për ujësjellsin, kanë marrë masa shumë të mira. Kanë zblokuar gjitha pusetat, punonjësit janë në gatishmëri, edhe pompat janë poshtë, janë në gatishmëri, asnjë pompë nuk është me defekt, janë të gjitha në rregull. Kështu që mos u tërëni, mos keni frikë sepse kohët mira do të vinë. Sa kohë. Kur ka shira të mëdha, edhe ka ndodhur. Por duke tani kanë marrë masa shumë të forta, mos u tërëni. Duhet të dërgjegjësojnë qytetarët që të mbajnë pastërti. Pusetat bllokohen sa herë bie një çikshi, sepse i hedhin pislliqet rrugës, nuk i hedhin te koshi plerave. Të shikosh rrugët janë të tëra të qelbura. Edhe uji kur vjen pastaj bllokon pusetat dhe detyrimisht do mbitet se Vlora është fush, është grop. Duhet të bëjnë, nuk diskutoj, po edhe njerëzit duhet të dërgjegjësojnë, jo që të mos i hedhin pislliqet ku të munden. Jo, dorë ka vënë qeveria, ai gjati ka marrë masa shumë të forta për Vlorën. Ja ka bërë 8-2. Vlora në ditët në vijim pritet të preket nga rreshje shiu me intensitet mesatar deri të lartë. Mbetet për të parë nëse sipas qytetarëve, situata do të përballohet nga qyteti dhe rrjeti aktual i kanalizimeve përballë prurjeve të larta të ujrave të shiut.